Pas ndarjes nga bashkëshorti, gruaja kalon një periudhë të vështirë emocionale dhe shpesh shëndeti mendor ndikohet drejt për drejt. Për të mësuar më shumë se çfarë mund të bëjë një grua për të ruajtur shëndetin mendor pas ndarjes, na ndiqni në programin e sotëm. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje mikesha të programit Shpresë për ty dhe faleminderit që keni zgjedhur të kaloni këtë kohë në shoqërinë e programit ton. Unë jam Marta dhe jam në studio së bashku me Denën për të folur për një temë tjetër shumë të ndjeshme për ju vet apo për dikë pranë jush. Përshëndetje edhe nga unë. Po Arta, tema e sotme është shumë e ndjeshme dhe çdo vit gjithnjë e më tepër gra e burra e përjetojnë atë. Sot do të flasim për ndarjen apo divorcin. Kemi folur edhe më parë për këtë temë, por ndryshe nga më parë, sot nuk do të flasim për shkaqet apo se çfarë thot Bibla për divorcin, por do ndalemi tek shëndeti mendor i një gruaje pas ndarjes dhe se si të kujdesemi për këtë. Duke qenë se ndarja është diçka që unë e kam përjetuar vet, ky program mbështetet kryesisht në një përvojë personale, por sigurisht që të gjitha ne jemi të ndryshme dhe i përjetojmë gjërat në mënyra të ndryshme. Kështu ne jemi përpjekur të prekim disa gjëra që i menduam të rëndësishme dhe që sipas psikologëve ndodhin në të gjitha rastet, sidomos në rastet kur burri është iniciatori i divorcit. Dhe gjëja e parë për të cilën do të flasim është shoku i ndarjes. Kur njëri nga bashkëshortët kërkon divorcin, personi tjetër shpesh përjeton një lloj mpirjeje emocionale. Nuk e beson që martesa ka marrë fund, ose ka ndjesinë sikur nuk po e jeton. Ky moment mund të shoqërohet me lot, zemërim, konfuzion dhe pyetje të vazhdueshme. Pse ndodhi kjo? Çfarë bëra gabim? A kishte një mënyrë për ta shpëtuar? Kjo gjendje shoku ndodh zakonisht nga që ndarja nuk është vetëm një ndarje me një person, por shpesh edhe me ëndrat, shpresat dhe pritshmëritë që ishin ndërtuar rreth asaj marrëdhënieje. Është një tronditje për zemrën dhe trurin që duan kohë të pranojnë një ndryshim kaq të madh në familje, por edhe më gjerë në rrethin shoqëror. Gjëja që unë personalisht vuajta më shumë gjatë fazës së shokut ishte fakti që nuk mund të flisja dhe nuk doja të flisja me askënd. Ndërkohë psikologët shpjegojnë se është mirë që gjatë kësaj faze të mos e shtypësh dhimbjen, por ta lejosh të dalë. Ata sugjerojnë që gjëja më e mirë është të flasësh me një njeri të besuar, mik, familjar apo terapist. Ne duhet të kujtojmë se reagimet emocionale janë normale dhe nuk tregojnë dobësi. Faza e dytë pas ndarjes është pranimi i realitetit dhe ky është një proces që kërkon kohë, jo moment. Pranimi nuk ndodh menjëherë. Ndoshta fillimisht personi e pranon me mendje, por jo me zemër. Duhet kohë që këto të dyja të sinkronizohen. Pranim do të thotë të pranosh se jeta jote ka marrë një kthes të re, të pranosh se disa gjëra nuk mund të ndryshohen dhe se ti mund të zgjedhësh si të ecësh përpara. Pranim do të thotë të lësh pas pyetjet që nuk kanë përgjigje dhe të mos mbetesh peng i të shkuarës. Ja disa hapa që mund t'ju ndihmojnë shumë në kapërcimin e fazave të shokut dhe të pranimit të divorcit. Hapi i parë, lejojeni veten të kaloni fazat e dhimbjes, trishtim, zemërim, boshllëk. Pas ndarjes, shumë njerëz përpiqen ta shtypin dhimbjen, duke menduar se nëse tregojnë të fortë, ajo do të kalojë më shpejt. Por e vërteta është se emocionet e pashprehura kthehen në plagë të brendshme. Lejoni lotët, zemërimin, zhgënjimin, sepse të gjitha këto janë pjesë e procesit të shërimit. Mos e gjykoni veten për mënyrën se si po e përjetoni dhimbjen. Çdo njeri ka mënyrën dhe ka ritmin e tij. Hapi i dytë. Filloni të ndërtoni një rutinë të re, pjesë së cilës bashkëshorti nuk është më. Kjo gjë kërkon shumë kohë dhe nuk është e lehtë, por është e mundur. Riorganizoni prioritetet dhe shkruani gjërat që janë më të rëndësishme për atë ditë. Mos ngurroni të kërkoni ndihmë nga miqtë dhe familja për gjërat që nuk mund t'i bëni vetë. Zoti gjithmonë do të sigurojë njerëzit e duhur. Hapi i tretë, kujtoni që pranimi i ndarjes nuk do të thotë të harrosh menjëherë, por të mësohesh me realitetin e ri, pa e mohuar atë. Shiheni këtë fazë të ndarjes, jo si humbje të një pjese të vetes suaj, por si një derë të hapur drejt një jete të re.
Hapi i katërt për të kapërcyer lehtë fazën e shokut dhe pranimit të ndarjes është të flisni me një person që ju kupton. Mbështetja emocionale nga një mik i afërt, një familjar, një këshillues frymëror apo nga një psikolog në këtë periudhë është si oksigjen. Mos u izoloni, sepse vetmia mund ta bëjë dhimbjen më të thellë. Ndarja e historisë suaj me dikë që nuk ju gjykon, ju bën të ndiheni më të lehtësuara dhe më të kuptuara. Nga përvoja personale, kujdesi i përditshëm për shpirtin tuaj është një hap tjetër i rëndësishëm për të kapërcyer fazat e para të ndarjes. Shkruani në një ditar mendimet dhe ndjenjat tuaja, sepse ato marrin një formë tjetër kur i hidhni në letër. Aty mund të shihni përparimin tuaj ditë pas dite. Për mua personalisht, por edhe për shumë njerëz të tjerë, meditimi dhe lutja janë mënyra për të gjetur paqe të brendshme dhe për të ndjerë praninë e Perëndisë që shëron zemrat e thyera. Po nga përvoja personale, doja të thosha se mirënjohja, edhe për gjëra fare të vogla, sjell një ndryshim të madh për qetësinë tuaj të brendshme. Mirënjohja e ndihmon mendjen të mos ngecë tek humbja, por të shohë përtej saj. Hapi i 6. Filloni të rindërtoni vetvlerësimin. Ndarja shpesh lë plag tek ndjenja e vetvlerësimit. Në kokën tuaj mund të vinë mendime të tilla si nuk isha e mjaftueshme, kam dështuar, apo s'do t'jem e lumtur më kurrë. Kujtojini vetes pikat tuaja të forta dhe gjërat që keni arritur në jetën tuaj. Shiheni veten tuaj si një njeri të plot, jo vetëm si ish bashkëshorte. Bëjini vetes komplimente për gjërat e vogla që bëni mirë çdo ditë. Hapi i 7 për kapërcimin e fazës së shokut dhe pranimit të ndarjes është kujdesi për shëndetin tuaj fizik. Trupi dhe mendja janë të lidhura. Aktiviteti fizik, qoftë edhe një shëtitje 20 minutëshe, ndihmon në uljen e stresit. Gjumi i mjaftueshëm dhe ushqimi i shëndetshëm janë një formë dashurisë për veten. Shmangni alkolin ose zakonet që e mbulojnë vetëm përkohësisht dhimbjen, sepse ato nuk ju lejojnë të shëroheni. Hapi i 8. Krijoni hapësira për gjëra të reja. Provoni aktivitete që nuk i keni bërë më parë, kurse, hobi, udhëtime të shkurtra. Mbusheni jetën me përvoja të reja që ju japin energji dhe gëzim. Kjo nuk është zëvendësim në thonjza i dhimbjes, por një mënyrë për të treguar se jeta vazhdon dhe mund të ketë sërish ngjyra. Kujdesi emocional për veten pas ndarjes është një udhëtim i ngadalt, jo një garë. Nuk ka një afat se kur duhet të jeni mirë. Nga përvoja ime, edhe shumë vite pas ndarjes, do të keni momente kur gjëra do t'ju vinë në mendje sikur po ndodhin sot, por dashuria për veten dhe durimi me procesin tuaj janë çelësat e një shëndeti të mirë mendor pas ndarjes. Mësoni të shihni ndarjen si fundi i një kapitulli, jo si fundi i historisë suaj. Përdoreni përvojën si mësim për forcën, pjekurinë dhe rritjen tuaj shpirtërore dhe emocionale. Kujtoni se dhimbja nuk është e përhershme. Jeta ka mundësi të reja, marrëdhënie të reja dhe plot gëzime të reja. Dena, para se ta mbyllim pjesën e parë të programit, do doja të ndaleshim pak tek një nga emocionet më të forta të zakonshme pas ndarjes, që është zemërimi. Kjo është ndjenja më e vështirë për të luftuar, madje dua të them se është një ndjenjë që her pas here kthehet përsëri. Por duhet të kuptoni se zemërimi pas ndarjes është një ndjenjë natyrshme, sepse ka dhimbje, zhgënjim, ndoshta padrejtësi dhe zemra kërkon një dalje shkarkimi. Gjithsesi, sfida më e madhe është të mos ua transmetoni këtë zemërim fëmijëve, sepse ata e ndjejnë menjëherë energjinë emocionale të prindit. Ke shumë të drejtë Arta, dhe ja se si mund ta luftoni zemërimin pas ndarjes. E para, pranoni se të ndihesh i zemëruar është normale. Mos e fajsoni veten që ndjeni zemërim. Ky është një reagim mbrojtës i shpirtit. Edhe kujtoni, ndjenja nuk është mëkat. Problemi është kur e shndërrojmë atë në një qëndrim të përhershëm. E dyta, gjeni mënyra të shëndetshme për ta shfryrë zemërimin. Shkruani në një fletore atë që ju ka lënduar, pa e mbajtur brenda. Ushtrimet fizike, ecje e shpejtë, vrap, palestër, ndihmojnë shumë për të larguar tensionin. E treta, krijoni hapësira të sigurta për bisedë. Flisni me një mikesh të besuar, psikolog apo këshillues frymëror. Kur ja rrëfeni dikujt tjetër dhimbjen tuaj, ajo nuk shpërthen mbi fëmijët. Fëmijët nuk janë kosh për emocionet tona. Ata ka nevojë për siguri dhe dashuri. E katërta, kujtoni se fëmijët nuk kanë faj. Fëmijët janë shpesh viktimat e heshtura të ndarjes. Nëse dëgjojnë fjalë të hidhura për prindin tjetër, ata ndihen të ndarë më dysh. Vendosni kufi,
Mos i përdorni fëmijët si postier për të përcjellë mesazhet ose si aleat kundër ish bashkëshortit. Kujtoni, fëmijët i duan të dy prindrit e tyre, edhe nëse martesa ka marrë fund. E pesta, lutja dhe falja janë çelësa të fuqishëm drejt shërimit. Lërja një Zotit zemërimin tuaj. Zot, ti e di që kjo më ka lënduar, por nuk dua ta mbaj këtë helm në shpirt. Ndihmom të çlirohem dhe të mos u përcjell fëmijëve të mi. Falja nuk është miratimi pa drejtësisë, por një dhuratë që ju ja bëni vetes për të mos mbetur të burgosura në zemërim. Në momentet kur ndiheni shumë të zemëruara, bëni një pushim, mos reagoni menjëherë para fëmijëve. Mësoni teknika të thjeshta, merrni frym thellë, dilni pak jashtë ose numëroni deri në 10 para se të flisni. Jepuni fëmijëve sigurinë që dashuria juaj për ta është e pandryshueshme, pavarësisht se çfarë ka ndodhur mes jush dhe babait të tyre. Nëse ju shëroheni, edhe fëmijët do ta ndjejnë qetësinë tuaj. Nëse ju jeni të mbërthyera në zemërim, edhe ata do ta mbajnë zemërimin brenda si barr. Jemi sërish në studio së bashku, mikesha të dashura, në programin Shpresë për ty. Po flasim sot për ndarjen, edhe në pjesën e parë ndam me ju fazat më të vështira të ndarjes, që ishin faza e shokut dhe faza e pranimit, si edhe disa gjëra që mund të bëni për të ruajtur shëndetin tuaj mendor pas ndarjes. Siç e thash edhe në fillim të programit të sotëm, ndarja është diçka që unë kam përjetuar personalisht. Kështu dua të ndaj me ju tani këshillën më të mrekullueshme për të qenë fitimtare mbi këtë periudhë të vështirë të jetës. Mos u shkëpusni kurrë nga Perëndia. Qëndroni të lidhura duke u kapur fort pas tij. Mos pyesni pse, por gjeni paqen dhe gëzimin e Zotit, që do t'ju mbajë të forta emocionalisht, mendërisht dhe frymërisht. Dhe ja disa gjëra se si ta bëni këtë. E para, ecni me besim. Mos harroni kurrë se Zoti është i mirë. Tingëllon e thjesht, por shumë herë në jetën tonë ne jemi të nduar të humbasim rrugën, kur kemi kaluar në për kënetën e dëshpërimit. Dhe Perëndia nuk na jep një hartë për atë që po kalojmë, por ai vetë bëhet busulla jonë. Ai nuk do të na tregojë të gjitha rreziqet, mundimet edhe kurthet që do të përballojmë, por do të na tregojë kë duhet të ndjekim. Nëse Perëndia do të na jepte një rrugë të shtruar dhe të hartuar mirë, ne do të ndoheshim ta vendosnim besimin tek ajo që dim vetë, e jo tek ai që di gjithçka. Divorci mund ta godasë rënd besimin tuaj dhe ju ndoshta kërkoni përgjigje që nuk do t'i merrni kurrë. Thirrja juaj, ashtu si edhe e imja, është të ndjekim Perëndin. Askush nuk i di hollësitë e së ardhmes së tij, por të gjithë duhet jemi të vetëdijshëm se do të jemi mirë nëse kujtojmë se Zoti është me ne edhe në rrëmujën tonë. Gjithçka do të shkojë mirë. Perëndia po e zbaton planin e tij në jetën tonë. Kujtoni dhe rikujtoni se Zoti është i mirë dhe ai ka një plan të mrekullueshëm për jetën tonë. E dyta, kujtoni se Perëndia është dashuri. Ati e deshi dhe e bëri të vuante birin e tij. Lidhëza dhe bashkon dy ide të thella e të mrekullueshme, dashurinë e Zotit me vuajtjen personale. Ndonjëherë ne nuk e kemi të qartë se ç'pamje ka dashuria e Zotit në jetën tonë. Thirrja për të vuajtur mund ta trondisë mendjen tonë të kufizuar. Si mund të jetë Perëndia dashuri kur kaq shumë dhimbje lejohet në jetën time? Si mund të jetë Zoti i mirë kur e keqja na rrethon? Këto janë pyetje që i dëgjojmë shumë shpesh, apo jo? Ajo që ne duhet të dimë është se Perëndia sovran po punon për realizimin e planeve të tij, që askush nuk mund t'i pengojë. Ne po jetojmë në një botë me shumë të këqija dhe dhimbja duket sikur ka një qëllim të vetëm, të na shkatërrojë. Por vendi ku ne i drejtojmë mendimet tona ka shumë ndikim në mënyrën se si jetojmë pas divorcit. Nëse e keqja ka hyrë në jetën tonë, ajo mund të bëhet Zoti i jetës sonë dhe ne do të mbytemi në trishtim, keqardhje dhe zemërim. Por nëse me hirin e Perëndisë e detyrojmë veten të përqendrohemi tek Krijuesi dhe mbajtësi i universit, ne do të jemi në gjendje të ecim në dhimbje si fitimtar. Lajmi i mirë është se Perëndia e kthen gjithçka për të mirë në jetën tonë, nëse ne nuk shkëputemi kurrë prej tij. Gjëja e tretë që duhet të kujtoni pas divorcit, ndërsa mbaheni dhe mbështeteni tek Perëndia, është se ju jeni normale. Ju nuk jeni thjesht një gomë rezervë në bagazh të makinës.
ju nuk jeni ndryshe nga njerëzit që ju rrethojnë. Perëndia nuk ka dhoma të ndryshme për dështime të ndryshme. Ai ka një dhomë të vetme, edhe të gjithë jemi aty, sepse të gjithë jemi mëkatar. Fariseu rrinte në këmbë edhe lutej në vetvete kështu: O Perëndi, të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, grabitçar, të padrejtë, kurorshkelës dhe asja i tagrambledhës. Mos bini në grackën e mendimit se keni humbur vlerën tuaj për shkak të divorcit. Edhe pse disa njerëz mund të besojnë se ju i përkisni një shkallë më të ulët, ky nuk është vizioni i Perëndis për ju. Nëse jeni fëmijë të Perëndis, atëherë jeni të përsosura për shkak të fuqisë së mahniqme të Ungjillit. Mëkatet tuaja, të gjitha, janë vendosur mbi Krishtin. Ai u bë mëkat për ne, që ne të bëhemi të drejtë me Perëndin. Gjëja e katërt, mos harroni kur dhimbjen. Mbani shënime të hollësishme për atë që Perëndia po bën thellë në shpirtin tuaj sot, sepse ai po ju pajis për shërbes. Ju mund të mos e dini rrugën ku ai po ju drejton, por unë e di që pas divorcit isha më e gatshme dhe më e pajisur se kur për të shërbyer Perëndis. Jobi tha: ja, po shkoj në lindje, por aty nuk është, në perëndim, por nuk e shoh, vepron në veri, por nuk e shoh, kthehet nga jugu, por nuk arrit ta shikoj, por ai e njeh rrugën që unë kam marrë, sikur të më provonte, do të dilja si ari. Bibla ka histori të mrekullueshme të njerëzve që dolën nga sprovat e jetës, më të pastër dhe gati për shërbes. Jobi, Elia, mbreti David dhe shumë të tjerë, madje edhe vetë Zoti Jezus Krisht u tundua për 40 ditë e 40 net nga djalli në shkretëtir, dhe ai doli nga shkretëtira dhe ndryshoi botën. Edhe ju mund të dilni nga dhimbja juaj dhe në lutje kërkojini Perëndis t'ju tregojë se cila është shërbesa juaj e çmuar. Perëndia mund të bëjë shumë në dhe përmes jush. Ju duhet i përgjigjeni vetëm një pyetjeje: a do ta ndiqni atë nëpër këtë provë? Dhe kemi mbritur kështu, mikesha të dashura, në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Shpresë për ty dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe mirë dëgjofshim në programin e radhës. Ndoshët programin Shpresë për ty.